أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين ثم ما بعد الله عز وجل فلندرم صلوات والسلام محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم يا درغم تندروار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Vazhdim me shpjegimin e njeriut më të madh pas Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, pra Ebu Bekrin radhiyallahu anhu. Dhe sot fillim prej ka ajo pjesa ku Muhamedi sallallahu alaihi wasallam vjen edhe vendoset në Medinë, dhe pika e parë që përmendet në historinë e Ebu Bekrit është momenti kur Ebu Bekri radhiyallahu anhu dhe disa sahabë të tjerë smuhen. I kap ata një koler, një smundje epidemi ngjitëse, e cila smundje krahas asaj që Ebu Bekri radhiyallahu anhu erdhon në shtrat, madje edhe shumë njerëz kanë frikë dhe drojë që të hyjnë që të i shërbejnë Ebu Bekrit radhiyallahu anhu, më mi thonë që atë e mjekojnë, sepse ishte smundje ngjitëse. Aisha radhiyallahu anha tregon dhe thot se në Medinë kur erdhëm në fillim ishte një lum, një prock, më mirë thonë, nga e cila dilte një erë e keqe, një aromë e keqe. Shoku se aty mblidheshin mbeturinat e Medinës, dhe ajo procka e ujë kur kalonte aty, në atë prock dilte një erë e keqe, e cila erë e keqe bëheshte shkak për shpërndarjen e shumë smundjeve dhe epidemive në Medinën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e që thot Aisha, Medineja ishte një vend i njohur për smundje të rënda ngjitëse. Dhe thot Aisha radhiyallahu anha, u smu me një smundje shumë të rëndë baba jam Ebu Bekri radhiyallahu anhu. Erdhë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe kërkoi leje që të mjekon Ebu Bekrin radhiyallahu anhu, dhe ju dha leja. Dhe ai i cili hyri te Ebu Bekri radhiyallahu anhu ishte pikërisht Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallahu, çfarë dashnie të madhe ka pasur edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam për Ebu Bekrin radhiyallahu anhu. Rrezik jete, megjithatë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam filloi që të mjekon Ebu Bekrin radhiyallahu anhu me ato mjekimet e ilaçet që ishin të asaj kohe dhe të atij zamani. E thot Aisha radhiyallahu anha, hyra një ditë dhe hysha her pas here në dhomën e Ebu Bekrit radhiyallahu anhu, dhe përmend këto Aisha radhiyallahu anhu se në kohën kur unë hysha në dhomën e Ebu Bekrit, aty ishte edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, dhe thot Aisha, unë hysha pa hijab se hala ishte obligim hijabin atë kohë. Dhe i thash babës tem, thot Aisha, o babë, si e? I tha Ebu Bekri radhiyallahu anhu, ja thuri një poezi, subhanallah. I tha, kullu mri'in musbihun fi ahlihi, wal mautu adna min shiraki na'lihi. Tha Ebu Bekri, si cili njeri, tha, zgjohet në mëngjes në shtëpinë e familjes së vet, kurse do të harrojmë se vdekjen e kemi më afër se tojat e nallëve tona. E kemi më afër se tojat e nallëve tona. Qëtë shumë afër. Ja bëni me dije bie se vetë se Ebu Bekri radhiyallahu anhu është shumë i smut. Dhe Aisha radhiyallahu anha u bo shumë mahzon. U mërzit shumë me fjalët e Ebu Bekrit radhiyallahu anhu. Dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kur e pa gjendjen e rëndë të Ebu Bekrit radhiyallahu anhu dhe Amr ibn Fuhejres dhe një sahabiu tjetër që ishin tretë smur në këtë gjendje të rëndë, e bën një dua Muhamedi sallallahu alaihi wasallam historike që Allahu deri në ditën e sodit Medinën e ruajti nga këto gjëra. Dhe tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma habbib ilayna al-Madinata kama habbabta ilayna al-Mekka. Tha Allah, na e bën Medinën të dashur ashtu si që patëm të dashur Mekën. Bëni dua Muhamedi sallallahu alaihi wasallam.
na e bën Medinën të dashur, ashtu si që doni Mekën. Pastaj tha, au ashad. Tha, bile, hala ma shumë na e bën të dashur Medinën se Mekën. Andaj shumë dietarë thonë, si pasojë i kësaj duaje, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam edhe pas çlirimit të Mekës nuk jetoi në Mekë. Edhe pse Mekja u bë pjesë përbërëse e shtetit islam, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e shliroi Mekën, u kthi përsëri me jetu në Medinë dhe Medinë u varos. Nga se tha, au ashad. Tha, bile na e bën Mekën Medinën hala më të dashur se Mekën. Edhe pse Mekja janë në fazilete, ka ma shumë fazilete se Medinja. Por Medineja për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam mbeti më e dashur. Si qytet dhe si vendbanim. Pastaj tha, wa sahhiha wa barik lana fi sa'iha wa muddiha. Tha, o Allah, tha, rregulloje Medinën. Shëndoshe Medinën. Sahhiha, pra shëndoshe Medinën dhe na çoft bereqet dhe na çoft bereqet në sahanët dhe ato grushtat e bereqetit të Medinës. Pra shtoje bereqetin kur e marrim me sahan apo me grushta. Bane që e të shtohet dhe ma shumë njerëz të hanë prej ati bereqetit. Dhe tha, wankul hummaha fej'alha fil juhfa. Tha, dhe epidemin e Medinës largoje prej Medinës qoj në Gjuhfa. Gjuhfa është vend i njohur në periferitë të Medinës. Sot është një qytet që njihet me atë emër. Dhe u lut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam që Allahu kolerën dhe më mirë thonë këtë smundje, këtë epidemi që ishte në Medinë, për gjithmonë ta largoje prej Medinës e ta çoje në Gjuhfa. Dhe thot pastaj Aisha radhiyallahu anha, dhe Allahu azza wa jalla ja pranoi lutjen Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe shumë shpejt Abu Bekri dhe Amr ibn Fuhaira dhe sahabiu tjetër u shëndoshën dhe u bënën mirë. Dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam më një herë filloi me punën e parë, thot Aisha, që e bërin në Medinë, i vllazëroi ensarët dhe muhaxhirët, Tha, edheni ju këtu vendalit, esni ju këtu që keni ardhur racakt, pi Mekës, ajde sot e në aton ju të bojni vllazën me zvete. S'ka ma unë jam venali këtu ti e banxhi, unë jam sheherli ti e qyvli, s'ka ma. Na i na vllazën. Na i na këtu dëm babadem, ju e një doshlak këtu, s'ka ashtu ma. Ju e një vllazën kretë bashkini me kon këtu. Këto Allah janë Allah e gjahiljetit. Dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i boni vllazën dhe i vllazëroi ensarët dhe muhaxhirët. I pajtoi fisin Aus dhe Khazraj. Filloi ndërtimin e xhamisë së parë pra Medinës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe filloi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i caktoi disa shtëpia, njërin prej shtëpive e caktoi për mjekim, disa sahabë që kishin prirje në mjekim, në mjekësinë popullore të atij zamani, njërin shtëpi e caktoi për mësim. Subhanallah, tamamila në organizim shtetëror, një në shtëpi e caktoi ku do të mlidhet pasuria e muslimanëve, ku me një farforme bankë popullore në gjuhën tonë dhe bashkohore, dhe disa shtëpi brenda asaj Medinës së vogël i caktoi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam që ato do të luajnin rol kyç në zhvillimin dhe ndërtimin e një shteti islam i cili ka me shpërnda këtë civilizim në lindje dhe në perëndim. Dhe gjithë kjo si projekt që u fillu e sponsorizuar nga Ebu Bekri radiallahu anhu. Kaptina në erejnë në vijim që e fillojmë, është kaptina që flet për pjesëmarrjen e Ebu Bekrit në beteja. Ebu Bekri mori pjesë në betejnë edhe të Bedrit, edhe të Uhudit, sa që thot Ibn Kathiri rahimullah, thot me pajtimin e gjithë dietarëve islam, kanë ardhur ummeti në një konkluz se Ebu Bekri radhiyallahu anhu nuk ka betejë që ka mungu me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, nuk ka betejë. Madje pejgamberi sallallahu alaihi wasallam betejat caktuara Ebu Bekrit ja jepke flamurin islam që ta bën me dije e like atë përfaqësues të ushtrisë islame.
Dhe thot Ibn Kathiri, thot, dhe duke lexuar jetën e ndryshme të Ebu Bekrit, kemi ardhur me një konstatim se Ebu Bekri kur s'ka ndet larg pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe në Bedër, Ebu Bekri radhiyallahu anhu ishte i pari i cili foli. Kur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i konsultoi dhe tha, unë juve ju kom marrë me vete, jo për me luftu, ju kom marrë me vete për me apri rrugën që ti karavanit. Shtash doli puna luftë. Tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, tregoni çka mendoni, të mos toni nesër se i dërguari Allahut na mori për diçka e na shtini me bë diçka tjetër. I pari i cili foli ishte Ebu Bekri radhiyallahu anhu dhe thot transmetuesi fa ahsan al-kalam, dhe i tha fjalë më të qëllume. E pastaj folën Ebu Bekri filoni alone, se sahabët në moment caktuar heshtën. Dhe Ebu Bekri radhiyallahu anhu ishte ai personi i cili të çadra e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam vendin ku pushonte ai, Ebu Bekri personalisht kur flejke Muhamedi sallallahu alaihi wasallam rike në kom, vëzhgojke dhe ruajke dhe mbrojke Muhamedin sallallahu alaihi wasallam. Dhe në gjitha betejat, ai cili i ka ndet truproje personale Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është pikërisht Ebu Bekri radhiyallahu anhu. Edhe pse shumë sahab, edhe pse shumë musliman ndonjëherë kanë mendimin se Omeri o konë sahabiu ma azgan prej gjithve, por me mendimin e shumicës e dietarëve nuk ka sahabi ma azgan dhe ma i guximshëm dhe ma i prejmë se Ebu Bekri radhiyallahu anhu. Ebu Bekri o konë edhe ma azgan se Omeri radhiyallahu anhu, ku kina me shpjegu jetën e Omerit radhiyallahu anhu, kina me tregu inshallah aty, ku Omeri vetë ka tregu se Ebu Bekri thot ishte dhe ka qenë ma azgan son, ma i guximshëm se Omeri radhiyallahu anhu. Se në momentin e caktuar edhe Omeri radhiyallahu anhu është ndal. Ebu Bekri kur ka qenë në pyetja haku, kur asnjëherë nuk është hamend. Dhe Ebu Bekri radhiyallahu anhu ishte pikërisht ai njeriu i cili i qëndroi afër Muhamedit sallallahu alaihi wasallam kur ai u plagos. Derisa mbetën një grup shumë i vogël i sahabeve, në krye me ato njerëz ishte edhe Ebu Bekri radhiyallahu anhu përballë gjithë ushtrisë me kase. Dhe këtu autori përmend shumë momente dhe shumë beteja për guximin dhe këmbgulsinë e Ebu Bekrit radhiyallahu anhu, që na nuk do të ndalim me një nga një, andaj edhe mundohem me përtheku që me mujt në fund të Ramazanit të flasmi edhe për vdekjen e Ebu Bekrit radhiyallahu anhu, që ta përmbyllim jetën e këtij burit të madh si një nobel në historinë islame. Ebu Bekri radhiyallahu anhu ka qenë nga sahabët që ka qenë lagpamës dhe ka pas cilësitë e liderit. Saqë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në vitin e 9 sipas hijretit, në haxhin e parë para haxhit lamtumirës, e çon një grup të muslimanëve me shku në haxh, dhe arsyeja pse nuk shkon Muhamedi sallallahu alaihi wasallam këtë haxh ishte shkaku se pikërisht koha kur muslimanët e bënin haxhin përputheshte me haxhin e kohës kur e bënin mushrikët e Mekës. Kurse njëra nga traditat e mushrikëve të Mekës ishte që disa njerëz që vinë jabanxhi e që nuk kanë parë mi blet teshat prej Mekelive për me hinë qabe, atëre kanë pas dy kushte. Ose kime pas parë mi blet teshat e Mekelive, që konën një farë zullumi prej anës atimve, nëse s'ki pas parë mi blet teshat e Mekelive, atëre është dosh mu gjvesh dhe cullak me hi edhe me bo tavafe. Kështu i kanë shti njerëzit lakorisht të vdeshën me hi dhe me bo tavafe. Dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i tha sahabëve, unë nuk du me ardhë këtë vit në haxh e të më ndodhet dikant të e shoh ashtu të gjveshur. Ju tha sahabëve, ju do të shkoni kurse e mirë i këtij haxhit, prijes i këtij haxhit do të jetë për juve Ebu Bekri radhiyallahu anhu. Ky haxh është mas çlirimit të Mekës në vitin e 9 sipas hijretit. Dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam realisht tregoi për ditorinë e Ebu Bekrit radhiyallahu anhu, sa ai duhej të mëson besimtarëve haxhin, dhe këtu tregoi edhe për një realitet tjetër, se njeriu të cilin më shumti mundet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me ngarku përgjegjësitë
e shtetit islam është pikërisht Ebu Bekri radhiyallahu anhu. Dhe Ebu Bekri e pranoi këtë vazife nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe ishte emiri i haxhit që gjithë besimtarëve u mësoi si bëhet haxhi, të cilën gjë ja mësoi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ndërkohë duke qenë Ebu Bekri në rrugë, i shpallët ajeti kuranor Bara'atun minallahi wa rasuli, sura Bara'a, ku Allahu e mëson Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe gjithë sahabët për distancimin nga njerëzit që Allahu t'i përshkruajnë shok, dhe i thot Aliut radhiyallahu anhu, o Ali, shko bashkangjitjo Ebu Bekrit. Dhe përcjellja surën që më shpall dhe këto sure ti lexosh në Qabe dhe t'ua bësh me dije se më në vitin e ardhshëm nuk do të ketë kështu. Më vitin e ardhshëm në Qabe me hi lakuriç të zhveshën nuk ka mundësi. Dhe Aliu radhiyallahu anhu kur mrinte Ebu Bekri radhiyallahu anhu, Ebu Bekri ja bën një pyetje Aliut. Shifeni lakpamsin fikun e tij. Thot Ali, a ke ardhur si lider? A ke ardhur si pasues? Thot jo, kom ardhur si pasues. Ti mbetesh lider. Që ta bën me dije se Ebu Bekri radhiyallahu anhu nuk ka vujt me qenë kryesore. Ja. Kur erdhi Aliut, parën pyetje që ja boni, thot ka çu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam te on. A vazhdon, a do të jesh ti kryesorit? Ka thonë që ti më boj pare? Apo dush me ndetën nën udhëheqjen time? Jo, tha. Ebu Bekri tha ti je i pare, vazhdon me qenë i pare, tha unë vi nën urdhnin tënd. Vetëm Muhamedi sallallahu alaihi wasallam më ka dërgu që ti me ta tregu lajmin e shpalljes së surës Bara'a. Sura e distancimit që është e njohur në Kur'an. Sura e cila e vetmja është shpallë dhe është e shkruar në Kur'an pa bismillah. E që ndonjëherë ndoshta do ta shpjegojmë arsyeën e asaj se kemi aty mohabetin. Ebu Bekri radhiyallahu anhu i pat në brendit të Medinës disa momente ku ai duheshte që të e tregon rregullën e Islamit dhe thirrjen islame. Në mesin e këtyre takimeve Ebu Bekri radhiyallahu anhu shkon në vendin e quajtur Beitul Medaris. Beitul Medaris sot të jahudit është shtëpia në të cilën shtëpi jahudit mbledhen edhe e lexojnë Teoratin, e lexojnë Torën. Në Beitul Medaris Torën e lexonte Finhas. Finhas ishte një prift, një rabin i jahudive, i cili i mbledhke jahudit dhe u lexonte Torën. Dhe duke lexuar Torën, hyri aty në atë shtëpi edhe Abu Bekri radhiyallahu anhu dhe i tha Abu Bekri radhiyallahu anhu, fa wallahi innaka la ta'lamu anna Muhammadan rasulullah. I tha atij rabinit, tha pasha Allahun, unë jam i bindur se ti e din se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguari i Zotit. Besoje, i tha. I thiri në Islam jahudit dhe dietarët e jahudive në Beitul Medaris. Kurse ka ja'akum bil haq. Tha ky pejgamber ka ardhur me të vërtetën dhe me të drejtën, ty e dini. Dhe tha Ebu Bekri, tha për pejgamberin ton shkruan në librat e juaja dhe keni paralajmërime se ka marrë dhe se duhet të besoni. Ju tha ke prifti, wallahi ja Ebu Bekr, ma bina ila Allahi min faqr. Tha o Ebu Bekr, tha neve s'na duhet, tha Allah. S'kemi nevojna për Zotin. Allahu tha ka nevoj për neve. Shifeni mendje madhësin e jahudive. Tha, na s'kemi nevoj për pasurinë e Allahut, Allahu ka nevoj për pasurinë tonë. Ebu Bekri radhiyallahu anhu nuk e mbajti veten dhe ja mësoi jahudiut. Jahudiu çohet shkon te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe ja tregon tregimin dhe thot shoku jot Ebu Bekri erdhi në shtëpinë tonë dhe më sulmoi dhe më mshoi.
I tha Ebu Bekri, ja Resulullah, vallahi tha ishte me sebeb, se ky njeri e ofendoi Allahun azza wa jall para syve të mi. Tha që këto s'kan nevoj për Allahun dhe se Allahu ka nevoj për këta. A nga ana tjetër ishin duke lexuar Torën, librin e Zotit. Sipas atyre. Nga ana tjetër thonë, na s'kena nevoj për Zotin. Andurët e tia e kishte Teuratin. Finhasi. Subhanallah, kontradiktor, popull kontradiktor. Mendjemdhej, xhelos, që asgjë në ideologjinë e tyre nuk ndërtohet mbi argument. Çdo se ndërtohet mbi epshin e tyre. Dhe thanë ata se Jehudit e Medinës ishin shtresa më e pasur ndoshta në mesin e arabëve nga dishën arabik. Se ata i shitnin armatim edhe fisit Aus edhe fisit Khazraj. I jepnin parë me kamot edhe fisit Aus edhe fisit Khazraj. Si dush me sundu një popull, jepi parë me kamot dhe jepi armatim në të luftoje me zvete. Jepi parë me kamot dhe jepi armatim në të luftoje me zvete. Gjë cila fatkeqësisht është duke na ndodh edhe neve në shoqërinë tonë në shekullin tonë. Ku gjithandej ka njerëz dhe banka që e lusin popullin me dhon parë me kamat ashtu let, e pastaj ja marrin atë borxh me gjithë shpirtin e tyre, me gjithë lumturinë e tyre, dhe nga ana tjetër që aq let shitet armatimi gjithandej në forma dhe në mënyra të pak kontrollueme, me vetëm që do të thotë njerëzit të bëhen helaç me zvete. Bëhen helaç familjet, bëhet helaç ekonomia, bëhet helaç populli. Strategjia e Jahudive ka qenë kjo hanedan. Dhe ata aq mendjemdhej u ban, sa që thanë, shokë se kishin shumë pasuri, na jemi të pasur, Allahu është i varfër. Na kemi shumë, Allahu s'ka hiç. Dhe Ebu Bekri kur ja tha këtë Allahu Muhamedit sallallahu alaihi wasallam se i kanë thonë Jahudit, rabini Jahudit, gënjeu tha, ja tha, s'kom thonë ashtu. Rajnë Ebu Bekri. Ebu Bekri tha, vallahi ja Resulullah, tha, kështu kam thonë. Atëherë Allahu azza wa jall shpalli ajet kuranor mbi 7 kaçe, ku Allahu azza wa jall e shpalli ajetin laqad sami Allahu qawla alladhina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya. Thot Allahu azza wa jall, Allahu e ndëgjoi fjalën e atyre që thanë se Allahu është i varfër kurse na jemi të pasur. Atëherë do thot rabini heshti. Kur erdhi përgjigja dhe shpallja mbi 7 kaçe, por përsëri ata vazhduan me sheljen dhe me devimin e tyre. Nga format dhe mënyrat se sa i ka rujt sekretet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, është pikërisht edhe një ndodhi që ndodh mes Ebu Bekrit radhiyallahu anhu dhe Omerit radhiyallahu anhu. Omeri radhiyallahu anhu, kur e pa se vladit vet Hafsas i ka ardhur momenti për martesë, shkoi tha Uthmanit radhiyallahu anhu. Dhe Uthmani radhiyallahu anhu tha, nuk kam plan me martesë momentalisht. Atëherë Omeri radhiyallahu anhu shkoi tha dostit vet tjetër, i tha Ebu Bekrit radhiyallahu anhu. Dhe kur ja dha ofertën Ebu Bekrit radhiyallahu anhu, atëherë Ebu Bekri radhiyallahu anhu heshti dhe nuk i dha përgjigje. Dhe Omeri radhiyallahu anhu tha në vete, më shumë unë të personit që më shumë ti pritësha me ma respektu ofertën, a i lene se s'u më dha gjevap, madje edhe lene se s'u më tha as po as jo, madje edhe heshti. Nuk kaloj pak kohë, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i çoi mësit Omerit radhiyallahu anhu dhe e kërkoi Hafsën që ta martoje për vete. Atëherë Ebu Bekri radhiyallahu anhu i thot Omerit radhiyallahu anhu, i thot, Omer, atë kujtohet kur më thave ti mu para pak kohësh për bijën tonë dhe Hafsën që të e marr për nuse, për grum. Tha, nuk dhash përgjigje, shkaku se një herë më herët e kam dëgju e përmendi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam Hafsën.
Dhe të une mendova dhe më shkojnë ndërmend, ndoshta Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka ndaj plan që të kërkoja Hafsan për vete. Dhe nuk dojsha dhe nuk kisha qef askush, duke përfshirë edhe veten, që të ndërhyje në mësitni me të kërku Hafsan, sepse ndoshta Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka dëshirë që për vete ty me të bo dhëndëriat. Se Ebu Bekri radhiyallahu anhu, ashtu siç ishte i lumtur që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është dhëndri i tij, kishte qef që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam të bëhet edhe dhëndri i Omerit radhiyallahu anhu, që dhe ai ta ketë atë privilegj dhe atë epitet, kështu mendoj dosti për dosti. Por nga ana tjetër thon dietarët, Ebu Bekri radhiyallahu anhu ishte një moment shumë kyç dhe i rënd për atë ku mujke me ashpalos një sekret Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, megjithatë su ngushtu shumë dhe tepër përsëri. Nuk ja shpalosi sekretin Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe përmendit si njeriu që më së shumti ja ka rujt dhe ja ka mbrojt sekretet Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në mesin e shumë vlerave dhe epiteteve që ja ka përmendur Ebu Bekrit radhiyallahu anhu, është edhe fakti që me dëshminë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam është dëshmuar se Ebu Bekri asnjëherë nuk ka qenë dhe nuk ka bën mendjemasi para askujt. Tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, men jarra thawbahu khuyala lam yanzur Allahu ilayhi yawm al-qiyamah. Tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, kush e kren zhak teshën e vet, përpara të kanë hec me izar, kush e ngrej zhak izarin teshën e vet, apo pantollët e veta, Allahu azza wa jall me mendjemasi për me tregu kiberaj. Thot Allahu azza wa jall, atë njeri nuk e shikon në ditën e gjykimit. A gjithë njerëzit kanë me prit që Allahu azza wa jall t'i shikon ata në ditën e gjykimit. Mendjemadhin, i cili mendjemasin e vetë e ka manifestu duke i krej teshat e veta zhak, andaj sunnet mbetet që teshat robat me qenë të shkurtume deri te zogza e komës, deri te koci i komës. Para një 10-15 viteve, kur e thëshmi këtë hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, njerëzit talleshin. Por kur bota e modës e boni modën më të re që pantolonat të jenë të shkurta deri tek zogza e komës, shtash normal është me thonë këtë se ato që janë pak më të avancuar, më vipa, pantolona më të shtrenjta që blejnë, gjitha janë të shkurtuar deri tek zogza e komës, madje është bë modë dhe trend që ashtu mi mbajt pantolonat. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kur e tha këtë hadith, Ebu Bekri radhiyallahu anhu reagoi, tha ja Rasulullah, tha unë i kam kukat, tha tolli kam, tha zaten s'kam kuka, tha mu mbje, mu izari jem, e tesha ime mbje, se nuk om rinë në kuk. Atër i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, inneke leste tasna'u dhalike khuyala. Tha o Ebu Bekër, tha ti këtë nuk e ban, tha për mendjemallësi. Ty të bjen tesha, shkaku se ashtu e ki fizionomin, ashtu e ki trupin, pra e ke me arsye dhe e largoj cilësinë e mendjemallësisë nga dyshimet eventuale të njerëzve për Ebu Bekrin radhiyallahu anhu. Inshallah do të vazhdojmë në ditën e nesërme duke lutur Allahun që Allahu të jetë ymër e shëndet dhe të aban kabul dhe makbul çdo lutje. Walhamdulillahi rabbil alamin.